Të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare, mirëdita. Javët i lënë radhën njëra tjetrës dhe bashkë me to edhe personazhet që mbushin minutat tona të përjavshme. Sot në qendër të emisionit tonë të 445 do t'jenë motrat shqiptaro-amerikane Greta dhe Vilma Zenelaj, themelueset e shoqërisë filmike Color Films. Të dielën e kaluar, bashkë me zëdhënësen e tyre, Ermira Babamusta, ato ishin në Toronto për të shfaqur filmin e tyre In the Woods, në festivalin e filmit The Female Eye Film Festival. Filmi i tyre u prit shumë mirë, madje u nominua për çmimin e filmit deputues. In the Woods është filmi i dytë i motrave Zenelaj, nga të cilat Greta, përveç se skenariste edhe producente, është edhe aktore e roleve kryesore. Come on, just jump in. It's the best way. And you're gonna get it. Steve, no. No, don't you dare. No, you'll get the towel. Best vacation ever. I can't take the guilt. Don't ever tell her. Por përpara se t'ju transmetojmë intervistat me këto vajza të talentuara dhe të paepura në realizimin e ëndrrës profesionale, le të ndjekim një copës nga fjalimi i At Ilja Ketrit, mbajtur para besimtarëve ortodoks në Toronto, të dielën e kaluar me rastin e Shën Grigorit. Faktikisht unë kam marrë në Amerikë para 15 vjetëve dhe kam marrë si studente e shkollës mesme, pastaj shkova dhe në kolegj, dhe në 2003 unë shkëputëm në Los Angeles për të vazhduar pasionin tonë për kinematografin. E keni marrë trajnime në këtë fushë? Po, kemi marrë disa kurse, kemi lexuar shumë libra. Pasi pasioni jem ka qenë gjithmonë që të shkruaj. Unë shkruva historinë e parë, skenarin e parë, që titullohet What Do I Do Now, çfarë të bëj tani, është një komedi, dark comedy. Mbasi atij filmi ne morëm çmim të parë te New York Film Festival si komedia më e mirë, dhe ashtu na dha edhe inkurajimi për të vazhduar te filmi në pyll. Filmat tuaj kam mësuar që janë me buxhet të kufizuar. E keni sekret ta zbuloni këtë shifër? Nuk është sekret, po mund të themi që janë mijëra dollar, jo miliona si mund të mendojnë disa njerëz, po shpresojmë që projektet e tjera, domethënë kjo na jep si një eksperiencë, e keni parasysh, edhe shpresojmë që projekti tjetër të fillojë me miliona. Dihet që një film i mirë fillon me një skenar të mirë. Dhe me sa mësova, juve jeni dhe skenariste. Po. Kush ju ndihmon në përgatitjen e skenarit? Se besoj është një mjeshtri e re, të cilën sapo e keni përvetësuar. Po, domethënë të shkruash një skenar është komplet ndryshe si kur shkruan në qoftë se duke shkruar poezi apo një libër apo një histori të shkurtër. Pasi kur shkruan skenar duhesh të jesh shumë e kufizuar, duhet ta tregosh ngjarjen për 10 faqe, duhet të persona që e lexojnë skenarin duhet të kenë idenë se për çfarë është historia. Kështu që është shumë e kufizuar edhe shumë e diktuar, si thonë. Unë faktikisht kam pas rastin që jam njohur me disa skenarista, të cilët më kanë edukuar, më kanë dhënë disa libra për të lexuar, edhe kur ato kanë lexuar edhe poezitë e mia, më kanë thënë që po ti je shumë e talentuar, është vetëm ti kuptosh rregullat e skenarizmit, fare mirë mund të tregosh historinë nëpërmjet skenarit. Është edhe mënyra se si e tregon historinë, nëse ti ke një zë, domethënë, kur i vjen edhe rregullat në zbulim, pastaj ke një skenar shumë të mirë. Po në fushën e prodhimit, sa e vështirë është të gjesh investitor për të financuar filmin? Këto dy filmat që kemi bërë ne kanë qenë nga familja, shoqëria apo disa investor, angel investors. Që do të thotë angel investors? Angel investor do të thotë një person që t'jep një shumë lekësh edhe nuk i kërkon lekët mbrapsht. Donator. Donator, exactly. Po. Tash unë nuk e di se si është për të kërkuar miliona, pasi ka të bëjë me studio, me distribution, but për ne nuk ka qenë edhe shumë e vështirë. Se si thash janë me mira, buxheti jonë ka qenë me mira dollar, jo me qindra apo me miliona. Greta, në filmin tuaj më të fundit In the Woods, cili është roli juaj si në fushën e prodhimit të filmit, po ashtu edhe në fushën e interpretimit? Faktikisht historinë kemi shkruar unë edhe Vilma bashk.
skenarin, dhe më thonë ideja se si na erdhi, se si zhvillohet historia. Njëkohësisht, roli im është edhe një rol tjetër që është producente, krijimit, të filmit ose gjetjen e personave që do na ndihmojnë për realizimin e filmit. Edhe roli tjetër që jam shumë krenare është që jam aktoreja kryesore e filmit. And më ka pëlqyer shumë faktikisht si karakter ky personazh. Edhe mendoj se edhe Vima ka kënë kënaqur për portrayin, domethënë për me realizu tamam atë karakter të këtij filmi. Ishte vështirë domethënë ta vinit në skenë këtë lloj roli? Po, faktikisht do të thonë, për mendimin tim, se cili prej nesh ka momente në jetën e tyre që i ndodhin gjëra ose fatkeqësi ose probleme, kështu që një farë mënyrë apo tjetër kam shkuar emocionalisht duke u mbështetur në gjëra që kam pas nga eksperienca më përparme. Po normalisht që ka qenë e vështirë, gjëja kryesore që ka qenë e vështirë, dhe me thënë që e kemi realizuar në pyll, edhe kushtet kanë qenë shumë të limituara. And edhe kur ta shikoni filmin do shikoni që unë kam vrapuar shumë. Wow, në kam. But dhe më thonë, ajo ka qenë pjesë e vështirë që normalisht edhe me majt mend emocionit që ke si personazh, por njëkohësisht edhe duke vrapu, ose edhe një gjatë tjetër është kur gjeron një film është që nuk është për shembull si në teatr që mundesh me thënë fjalët e tua që i ke memorializu edhe lviz pak a shumë se ke atë pjesën e teatrit, kurse në film është ka që ke pjesën që të kap kamera, nuk mundesh me shku ma shumë majtas e djates, atë janë i qik që janë teknike, po që është i qik e vështirë që mi bëtë tana bashkë si ensemble. Për fundimisht dhe më thënë jemi shumë e kënaqur për rezultatin, edhe mendoj kam pas mundësi që me jalan tan këtij karakterit, këtij personazhit, edhe emocionet e mira apo të këqija për me bë të vërtet të besueshëm këtë karakter. Ju thatë që jeni bashkë autore e skenarit të filmit. Kur zgjidhet një skenar, ka rëndësi, domethënë se sa i shitshëm është ky skenar apo se sa dramacitet ka ky skenar? Për këtë skenar In the Woods, ne menduam, hajde bëjmë një si thriller, drama, diçka e tillë, edhe jo shumë i vështirë në kuptimin për ta xhiruar, prandaj ne shkuam In the Woods, por duke paraqitur relacionin midis një mashkullit apo një femër, burrë grua dhe çfarë problemesh kanë. Domethënë drama, por edhe duke u bazuar që mos na kushkojnë shumë, aty bëjmë një jetin vend. Domethënë prap vim te ajo që është i shitshëm në kuptimin që përderisa ka një kosto të ulët, shanset. Po, domethënë edhe një përgjigje tu kthy të pyetja jote që është e shitshme, një gjë tjetër është që thriller edhe drama janë një çik më të kollajt për të shitur ose distributors zakonisht kërkojnë këto lloj filmash. Është më kollaj për të shitur se sa. Ju jetoni në Amerikë dhe sigurisht llogaritë tuaja si producente ose si bashkëproducente i bëni për tregun amerikan, besoj. Sa realiste jeni ju në planet e ardhshme se një ditë mund të vini dhe një temë shqiptare në skenë? Faktikisht në projektin që jemi duke bërë momentalisht, që jemi duke punuar, një skenar tjetër me Vilmen, historia që kemi zgjedhur është për një grua shqiptare, edhe domethënë një pjesë të filmit neve do e xhirojmë në Shqipëri, edhe pjesën tjetër këtu në Amerikë, po që domethënë me ju përgjigj pyetjes tuaj jemi duke shkruar momentalisht një histori shqiptare. Dhe jemi shumë të kënaqur që kemi mundësinë faktikisht për me xhiru diçka të tillë, dhe që ne jemi comfortable, domethënë gati për të bërë këtë hap, për të treguar botës domethënë një histori shqiptare, një diçka që ku e kemi tamam zemrën. Modra juaj përmendi donatorët ose investitorët engjëj i quhet ajo. Kjo do të thotë që juve përballoni jetesën me diçka tjetër, përderisa filmat janë akoma në fazën që kanë dalur në treg. Me çfarë merreni përveç se me filma, domethënë? Faktikisht momentalisht kemi qenë i çik me fat, mund ta thoja, që punët që kemi bërë më përpara që kanë qenë real estate, edhe real estate ka një që të vjen ekonomikisht, domethënë shtëpiat me qira njërin e tjetrën. Tani jena të marr 100% vetëm me producing and duke shkruar edhe filma, domethënë për këto 3 vite fundit s'kena bërë punë tjetër. Zakonisht në për intervista pyeten protagonistët se kush ka qenë që ju ka ndihmuar ose që ju ka përkrahur qoftë moralisht. A keni juve, unë do t'ju bëj një pyetje ndryshe. A keni njëri që ju ka thënë shiko se keni hyrë në një rrugë shumë të rrezikshme?
Oh, wow. Well, sa herë e keni agja. Kote fundit është edhe ma pak që e dëgjoj, sepse normalisht që kur ke baj film edhe një tjetër, njerëzit thonë, okay, po ke baj një, po në fillim fare, gjëja parë që kam dhimas, nga njerë edhe baba jem ma ka thanë, it's like, okay, seriosisht. But me gjithate dhe më thanë, koha bënd veten. Ka për shembull në një shoqni apo shok apo shoqe, po tamam nuk më vjen si ide, pa më përgjithësi njerëzit e kanë atë opinion që është si thuhet një fush, nuk do të thonë e rrezikshme, po është i fije që njerëzit nuk e kanë tamam idenë se si funksionon, edhe shumica e njerëzve bën edhe çik më gogol se sa është, por mendoj se çdo gjë që ku vën ti zemrën dhe dëshirën tonë në çfarë lloj aspekti në jetë, nëse kemi gjithë zemër me e bë, mund të hapen rrugë, po duhet që me vu dëshirën tënde, po njëkohësisht edhe punën tënde me kenë gati për me i përballu, me i dalë zot atij aspekti që ke zgjell, se asgjë nuk të bjen, si thuhet, in your lap, në krah duhet me e bëj izmetin çdo gjëje. Edhe arti dramatik nuk është aq i vështirë nëse me të vërtetë zemra jote qëndron aty. Si e vlerësoni bashkëpunimin me motrën tuaj? Shumë të mirë. Nuk kam asnjë problem, ne kemi qenë gjithmonë që të vogla, kemi qenë shumë të afërta, edhe nuk mund të imagjinoj të punoj me asnjë njeri tjetër për te, pasi e besojmë njëra tjetrën, e dim se çfarë rrugë duhem të ndjekim edhe përkrahim shumë njëra tjetrën. Suksese sonte dhe shpresojmë të takohemi në ndonjë premierë të një filmi shumë milionësh. Faleminderit shumë. Shpresoj të njëjtën gjë. Te këto dy motra vej re disa cilësi, po spikat edhe artistja edhe biznesmenja, sepse këto janë vetë producentët filmit. Si mendoni ju i alternojnë këto dy cilësi kaq të ndryshme në vetvete këto dy persona? Janë shumë të afta, edhe i vjen ato kapelet e funksionit on and off gjithë ditës. Madje edhe dje kur takuam në takimin që bën për drejtorët, folën shumë hapturazi jo vetëm për aftësitë e tyre, por edhe për tema që janë delikate tani, sidomos për rolin e gruas në këtë fushë që kur nuk i ke kufizimet në buxhet, kur ndoshta gratë nuk shikohen që kanë mundësitë po ashtu si mashkulli, edhe Vilma dhe Greta u shfaqën pa ndrojtje mendimin e tyre që madje patën dhe dorë trokitën në sallë. Edhe personalisht i njoh për vite tani dhe ndjehem që janë të suksesura, por do arrin ka mundësinë edhe më shumë. Janë të hapura ndaj këshillave? Janë shumë të hapura, janë mjaft të zgjuara vet, por janë dhe të hapura. Ne pothuajse çdo javë kemi në komunikim, në konferenca nëpërmjet telefonatave, kemi dhe disa persona të tjerë të stafit që na ndihmojnë. Në të ardhmen mund kemi dhe plane për të zgjeruar në Shqipëri dhe Kosovë, që për ta bërë më të përhapur kompaninë. Tani është vetëm fillimi dhe jam shumë e kënaqur që projekti i tyre i tretë do jetë në një temë shqiptare në Shqipëri. Edhe është diçka që jashtë shtetit pothuajse ka atë biasin se e huaj, kështu që shpresoj që filmi i tyre do sjellë diçka të mirë, diçka pozitive.